Pamje të publikuara nga mediat shtetërore iraniane tregojnë se Garda Revolucionare Islamike ka organizuar demonstrime me raketa në disa qytete të vendit, përfshirë Teheran, Kerman dhe Arak. Në këto aktivitete të zhvilluara mes turmave të mbështetësve, pjesëmarrësit të mbanin flamuj të Hezbollahut dhe lëshonin slogane kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Sipas raportimeve, këto shfaqje zhvilluan vetëm pak orë përpara se presidenti amerikan Donald Trump të njoftonte zgjatjen e arpushimit me Iranin. Pamjet tregojnë raketa të vendosura nga zona publike urbane pranë lagjeve të banuara dhe pa masa të dukshme sigurie, duke ngritur shqetësime për rrezik ndaj civilëve. Në një prej videove shihet një raketë vendosur në një raketë lëshuese gjatë një manifestimi proqeveritar në Arak, ndërsa imazhe të tjera tregojnë ato që raportohet të jenë raketa balistike të tipit Qadr-110 dhe Khorramshahr 4 të transmetuara nëpër turma në Teheran. Ndërkohë, Garda Revolucionare Islamike ka paralajmëruar se është e gatshme të përdorë tash të quajtura karta të reja në përballje me kundërshtarët. Në një deklaratë zyrtare, organizata akuzon SBA-n dhe Izraelin për agresion dhe thekson gatishmërinë për të vazhduar përballjen ushtarake, duke paralajmëruar goditje të forta në rast të një përshkallësimi të ri të konfliktit. Zhvillimet e fundit pasqyrojnë në një klim të tensionuar në rajon, ndërsa demonstrimet me raketa dhe retorika e ashpër shtojnë pasigurinë për stabilitetin dhe sigurinë në lindjen e mesme.